ky proces rrit në mënyrë thelbësore kapacitetet institucionale të vendit. Dhe siç duket edhe nga prezantimi, procesi ka një dobi të jashtëzakonshme dhe është i pazëvendësueshëm me asgjë tjetër, sepse shpesh herë tendenca e përgjithshme është që të shikohet antarësimi në Bashkimin Evropian në mënyrë shumë të sipërfaqshme dhe të mos kuptohet që në të vërtetë ky proces është historik për faktin se transformon shtetin shqiptar dhe për faktin se i jep institucioneve të shtetit një fuqi edhe një kapacitet për të vepruar që nuk e kanë pasur kurrë në historinë tonë. Përrritja e kapaciteteve institucionale patjetër që sjell edhe forcim të rendit ligjor në të gjitha aspektet, jo thjesht në aspektin e ushtrimit të pushtetit pavarur gjyqësor, por në aspektin e ushtrimit të pushtetit të çdo institucioni në funksion të zbatimit të ligjit dhe në funksion të garantimit të drejtave të qytetarëve. Më tutje patjetër që ky proces konsolidon institucionet e drejtësisë, të cilat tani më kanë kaluar një fazë tjetër, pasi kanë pavarësinë që se kanë pasur kurrë, dhe ndërkohë në procesin e konsolidimit do duhet të rrisin profesionalizmin, panshmërinë edhe sigurisht pastaj edhe cilësinë e shërbimeve të tyre, në ndërkohë që ky proces siguron luftën kundër korrupsionit, jo thjesht si një luftë që zhvillohet në frontin midis institucioneve të drejtësisë dhe fenomenit korrupsionit, po si një luftë që zhvillohet në ndërkohë edhe në frontin e modernizimit, të transformimit institucional dhe të realizimit të një kapaciteti të gjithë shtetit për ta parandaluar korrupsionin, për të parandaluar veprimtari të cilat zhvillohen në hapësira gri ose në mungesë të kanaleve të sigurta institucionale që garantojnë shërbime dhe ndërveprime të shpejta dhe cilësore. Patjetër që barën më të madhe në gjithë këtë proces negociatash e ka ekonomia, por pastaj bara bëhet e qartë në gjithë kompleksitetin e vetë, kur shikon se si shtrihet tek infrastruktura, tek energjia, tek financat, bujqësia e me radhë. Modernizimin e mëtejshëm të programit publik me inteligjencë artificiale duhet vazhdoj intensivisht dhe të kurorzohet, dhe kurorzimin i saj do të na çojë në një nivel krejt tjetër, dhe viti 2027 duhet na gjej me këtë objektiv të realizuar, duke e mbyllur me sfidën e sfidave që është siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit në tërësi. Prandaj reforma e inspektimit duhet të vazhdojë dhe është kyç drejtimi politik i reformës nga të gjithë ministritë në sensin e mbrojtjes së reformës nga ndërhyrjet partijake dhe nga qokat politike.